kesh pozicion, nuk do më thonë që o fundi botës. Me arë mi hargju një Kosovar, me arë në Kosovë, për Tiranë, qoftë dhe me protestu, i hargjon minimumi një 300-400 euro. Po, bjen biznes. Një 300-400 euro i hargjon. Po let vjen, let rrin aty të sheshi, shkon mbrëmje, shkon të shtëpia vetaj. Ose të nesërmen shkon të shtëpia vetaj. Diferencën e bojnë njerëzit këtu. Jam dakord. Edhe unë nuk e shoh këtë punë problem. Ajo që ka më gëzon mu, është që kryeministri Rama nuk i ka frymë Moktiteli, edhe gjë, edhe aja mendoj që edhe atë deklaratën që e ka bë, nuk e ka bë ai në atë idenë që me akuzu Kosovën. Po që jo arpuna dhe njerëzve nga Kosova tetova me ardhë. Unë e kështu e kam kuptu, edhe nuk i ranë më këtë, nuk bëhet mirë Mira Teli, për ndryshe burra, gra, ti shpallim luft njëri tjetrit, edhe maraja ju punë edhe u zgjidh këtë çështje. Unë e kështu e menoj.